Gjendet letra më e bukur e dashurisë e të gjitha kohrave. Një urimi për zemërt për ditëlindjen nga Johnny Cash për bashkëshorten e tij June është votuar si letra më e bukur e dashurisë e të gjitha kohrave. Shkruar në vitin 1994, mesazhi përçohet qartë nga këngëtari debutues në filmin Men in Black, duke përcjellë shprehjet: "Ti je objekti i dëshirës time, arsyeja toksore e ekzistencës time dhe duke prekur citime të ndryshme nga yjet e hollywoodian." Legjenda e muzikës Johnny Cash i shkruan bashkëshortes në prag të Shën Valentinit me rastin e 65 vjetorit të lindjes së saj. "Gruas më të mrekullueshme që kam njohur ndonjëherë", është cilësuar si një xhest tepër prekës. "U rritëm bashkë dhe u mësuam me njëri tjetrin. Mendojmë një lloj dhe lexojmë njëri tjetrin. Dim çfarë duam pa pyetur njëri tjetrin. Ndonjëherë edhe grindemi ose e marrim njëri tjetrin për të mirë qenë. Por ndos si sot që unë të bie në mendime dhe kuptoj që jam me fat, sepse kam ndarë jetën me gruan më të mrekullueshme që kam njohur. Ti je ende tërheqëse për mua dhe je frymëzimi im, arsyeja toksore e ekzistencës time. Të dua shumë." Ai përcjell edhe fjalët e mbretit Henry të VII, dedikuar një prej shumë grave të tij, Ana Bleonës, në vitin 1527. "Lutem të di me fjalët e tua qëllimin që prek dashurinë tonë. Zemra e varfër më shtrëngon të marr një përgjigje, duke qenë i plagosur për më shumë se një vit nga shigjeta e dashurisë dhe ende i pasigurt nëse do dështoj apo fitoj një vend në zemrën tënde."